Kur ke dëgju për herë të parë për Goblenin edhe se ti dhe kjo dëshira me provu? Normal, dihet që është, që me thonë, një pjesë e kulturës tonë shqiptare. Dhe dihet që është përdur shumë të pjesa e qezeve ose pajave që kam bo nuset. Kam edhe në shtëpi normal që kam bo gjyshet ose nona jam. Mendoj që është një pjesë shumë e bukur e artit që paraqitet me formën e qendisjes që ka emrin Goblen. Edhe çdo herë jam interesu te pjesa e qendisjes, e mënyrës që shpunohen veshjet, po ashtu edhe kjo pjesa e Goblenit. Edhe rastësisht ka dalë në Instagram, edhe e kom po që është një punëturi që realizohet edhe pjesa e vekut, edhe pjesa e Goblenit. Edhe një herë kom apliku, nuk e kom ditë që më pranue se më mftu me marrë pjesë. Jam shumë falenderuese që më ka mftu domethënë pjesa e Etnofestit për me marrë pjesë. Edhe mendoj që po shkëmbejm edhe përvoja, po njëjtën kohë po marr shumë prej gjeneratës më vjetër që po i ndajnë këto eksperjenca edhe këto përvoja që me neve që mi aftësu ma shumë aftësitë tona, mi rrit me nivel ma të naltë. Pavarësisht pse une, domethënë, paka shumë punën e dorës e kom kuptu sepse që shecika jam dizajnere modës, po në atë aspektin ma klasik, ma mënyrë që shupo ma tradicionale, nuk është që jom konë shumë e informume të që pjesë. Tregove që është hera e parë që duke punu Goblen. Cila ke pjesa më vështirë që të ardhë? Normal kështu më pikpamje të parë me të vërtet edhe mu do shumë e vështirë, thojsha që kam e pas vështirësi gjatë realizimit, po nëse kini mësuse të mirë, që këto për ndryshe... Edhe nëse ki pak dorë? Po edhe ajo qëndram, po mendoj që me durim, edhe nëse kini udhërëfyës të mirë, në këtë rast falenderoj gjithë këto tetat që na kanë mësu shumë, edhe besoj që realizohet shumë letë. Këto e kanë sjell punime, domethënë që janë gatshme, janë domethënë ndryshme, është me lule kështu si në formë, është në formë pejsazhi, edhe kjo 3D që është paraqit domethënë forma e mbretit Luan. Të gjitha janë shumë të bukura, me një farë forme ma dha një inspirim që pse jo na mi vendos kështu, mi nxjiros idetë tona ose me realizu një formë tonën, pastaj me vazhdu me qëndis me punu në mënyrë si Gobleni. Se për ndryshe këto lloj forma vinë të gatshme, si që e kanë cekë edhe udhërëfyës të tona, e pse jo me sjellë një forma ndryshe, e më inspirun. Nga puna që e ke bo sot, a mendon që kime shfrytëzu ndoshta Goblenin edhe në jetën e përditshme, kime me vazhdu më mirë me to, po ndoshta edhe krim të rritit tua? Mendoj që po, se ka një lloj forme e artit e paraqitur shumë bukur. Ndoshta jo tamam si kjo lloj forme, po do ta rikthej në formën time.